Ti bashkoni të dyja pashalliqet. Shkurtimisht, lart ti me prejardhja e nanës tuaj, dhe me thonë, babën e nanën ke pas ushtarak të dy. Po, kanë qenë kolonel të dy. Shihet edhe prej teje, dhe me thonë që se je i përpikt kështu, dhe je tamam me orora, dhe në 6. Jo, jam 6-10 zakonisht. 10 minuta për ora. Duhet, patjetër. Nana e ka prejardhje grek, ha? Nga mamaja e saj. Nga mamaja e saj? Nga mamaja e saj. Po ti tha pak më herë që s'ka greko, por. Nga mamaja e saj, po. Nga mamaja. Por realisht grek s'ka, ta është shqiptare. Janë të ardhur nga... Arvanitasi? Jo, nga grekët e Izmirit. Arvanita grek? Gjyshja ime Margarita ishte dinte shumë pak shqip. Po them shumë pak. A ka mundësi me qenë Arvanitasi? Jo, se ishte nga grekët e Izmirit. Grekët e Izmirit, po e Turkis. Zmirni, i thoshin ata në greqisht. Jo, nga grekët e Izmirit. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Po si u po puna shkurtimisht me na shpjegoj, si u po puna që shpëtuve domethënë vdekjes në e kom po dë sekuenca dë fotot tuaj në një intervistë. Nëse s'ka bëj dolat e ula është një farë intervistë që po. Po. Janë disa, po çon si ka. Po dhe? Si shpëtuve burr? Kanë dalë një grumbull, kanë rrahë fizikisht, kanë maltretuar edhe. Po. Pse? Ata mirë ma bën ore se... Po ty tani mendo të vi njëri këtu edhe të thot ty që... Studiosh në jamja? Jo, kjo shof ju të gjithve, thot ju të gjithë jeni shkjaj. Dhe ta argumentoj, të thot jeni sepse këtu. Atere në një moment do t'i ki trurit do t'a vrasësh. Po, e vërtet. Po. Nështë ta me vrajojsh, me rej. Po e vra të be. Familjarisht dhe këshme rej. Ata të drejt kishin. Mua që më thoshte mëndja. Po... është halli që kështu është e vërteta. Dhe në base më shpëtoj e vërteta, ndoshta. Nga që unë nuk kisha do një arsye politike për ta bërë. Me qenë Greqi dhe mi full ato fjallë që i ke full ti, dhe më thonë, nuk është e leta, përti se shumica prej njerëzve që shumë ma pak se ti kanë full, ja janë në ngrata, si janë gjallë, është e vërtet? Po, e vërtet është. Po, ka një ndryshim, unë nuk paguem nga diku. Jo. Kjo ke rëmë. Jo, unë s'paguem nga diku. Unë e kam me shpirt e zemër se kjo është e vërteta. Po, nuk them çuditëra, të tipit Platoni ishte shqiptar. Se këto janë pastaj të lajthisësh. Po, dhe Platoni Aristoteli. Aristoteli, e kupton e? Jo, këto nuk... Çka ka të gjenë ata? Ata ishin Helen. Helen, po. Ata ishin Helen. Që Helen të sotëm i lidh, shiko, i Sokrati, popullin e sotëm, ashtu si edhe ne, do me thënë, përpikjemi shumë të shkojmë në qelizën tonë arbërore, edhe ata përpikjen të shkojnë tek kultura helene. I Sokrati përsaktoi në antikitet, kur tha Helen është ai që merr pjesë ose mëkohet, më sakt, siç të mëkon nëna me gjë, që e mëkon fëmijën, jep gjë, ai që mëkohet nga kultura helene. Pra ti mund të jesh nga Senegali, por u mëkove nga kultura helene, atëre ti quhesh Helen. Helen, po. Sepse atëre flisim për një perandori. Pra, je pjesë e perandoris. Ashtu si, kur erdi perandoria romake, të gjithë ishin pjesë e perandoris romake. Së diskutohet marbur? Pikërisht. është e njëjta gjë. Kurse ne... Por Helen të kalum të mëna, kanë përbashkët diçka me këta grekët të tani? Jo, ka një teori që u larguan dhe shkuan drejt vëndeve skandinave. Sepse kur... Si që është Suedia, Norvegjia? Po, sepse kur shpërtheu vulkani Santorinit, u bë një përvëlim i madh i tokës, u dojtë dhe u ngrit shumë temperatura.